Shkolla fillore Abdullah Krashnica, Miratoc. Në vitin 1945 u hap si shkollë në mësim në gjuhën shqipe. Nga ky vit kësaj shkolle, çdo ditë do t'i shtoheshin nxënësit. Dikur në objekt të vjetër e më pas edhe në objekt të ri, me kushte më të mira për mësim dhe me më shumë nxënës. Çdo ditë, krahas shtimit të numrit të nxënësve, shkolla krijonte edhe kushte më të mira për ta. Në vitin shkollor 2002-2003 arritëm numrin me 700 nxënës, me 24 paralele gjithsej. Klasat plot me nxënës. Shkolla me shumë buzëqeshje. Mësues me vullnet për punë dhe suksese. Kushtet e vështira ekonomike, gurbeti, ikje. Sot kur kushtet në shkollë janë perfekte, digitalizim 100%, kabinete, fusha sportive, mjete didaktike e infrastrukturë moderne. Shkolla po mbetet pa nxënës, me klasë gjysmë të zbrazura, me fytyra të zbehura, me nxënës të dëshpëruar dhe në pritje. Ku do jem nesër? Shtrohet pyetja pse. Për kënd, ku dhe çka? Pse të lëm vendin dhe pse të mos shkollohemi në këtë shkollë kaq të bukur? Për kënd krijuam kushtet për një shkollim të mirëfillt dhe shqip. Ku po shkojmë dhe çka na pret e nesërmja? Janë pyetje të cilat i preokupon çdo familje, nxënës dhe çdo mësues. Shok që po ndahen.
klas që po boshatisen. Nxënës të cilëve do ju mungojnë fjalët shqip. Sot klasa e parë numëron 7 nxënës. Dikur klasat e para kanë numëruar prej 100 deri në 115 nxënës. Kushtet për zhvillimin e një ore të edukatës fizike si shifen janë perfekte, por stadiumet, terenet për mesin zbrasta dite më shumë. Numri i nxënësve gjithë një duke u pakuar, edhe pse si shife tereni është shumë i mirë për zhvillimin e një ndeshje të futbollit. Normal që kur të shkoj jashtë në Gjermani ose dikuj tjetër, mora kamem, që shme tha, nuk shkoj me dëshirë shumë se nuk i kam shok, tane mungoj shok që më kanë shku, ose ju mungoj dikune që kam shku, edhe plus, une nuk i kam me rrugë familjen teme, kur shkoj diku gjuhën teme kombëtare, se edhe, që shme tha, kur nuk kam arru se jam vetë shqiptarëve. Shkollën tonë që na tu mësuna, në Abdullah Krashnica ka ardhur në kohë që ka shumë kushte të mira, po edhe pse kena kushtet e mira na mungon shoqënia që na ka shku jashtë. Dua të shkollohem shqip. Larg gjuhës shqipe, larg të qeni shqiptar. Dua të shkollohem shqip. Dua të shkollohem shqip. Shkollë e cila po i mbeten vetëm muret. Mërgimi ka një emër, por të lën pa mbiemër. Shtëpia jote mund të zaventësoj botën, po kur bota shtëpin. Kujtoni të parët tanë. Kujtoni vendin dhe origjinën. Kujtoni dhe mendoni për fëmijën dhe vendlindjen. Nuk ka pasuri më të madhe se të qeni shqiptar në vendlindjen tënde. Andaj, nxënës, prindër, duke vuajtur bashkë me ju, duke ndjer çdo sakrificë tuajën edhe tonën, ju ftojmë që sot dhe jo nesër, të mendojmë shqip, të mësojmë shqip, të ruajmë vendin e lindjes dhe ruajmë shtëpinë tonë. Shkoni atje, ku s'ju do asnjeri, parinin që kemi, dhe vendi është i kot, tani edhe dasma, po i bëjmë me lot, presheva po qar, presheva po thret, bie mos më të mjere të shkret, presheva po qar, presheva po thret, bie mos më rini, të mjere të shkret. Tash po vije shi, ashtë ngrisur qjeli, nga lotët e mi, nuk po më zëndjeli. Kur presheva lot më mos të ke.
që po bieshi, ashtë ngrisur qielli. Nga lotët e mi nuk po më nxen dielli. Ktheu ojrini në na po thëre, kur mreshe